Mirëdita, mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykat dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliu dhe Heridin Kuçit, lidhur me pretendimin e dikimin e pretenduar ndaj dëshmitarëve gjatë javës së shkuar, ekipet e mbrojtjes së zotit Kuçi, Kilaj, Fazliu dhe Thaçi mbyllën paraqitjen e provave të veta me mirëkuptimin që të lejohen të paraqesin prova shtesë në varësi të vendimit të një apeli. Mbrojtja e Smakajt më 15 maj njoftoi trupin gjykues se për momentin nuk synon të paraqesë prova, por kjo mund të ndryshojë në varësi të rezultatit të apelit. Në gjykimin Hashim Thaçi dhe të tjerët lidhur me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, më 15 maj trupi gjykues urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Jakub Krasniqit dhe Kadri Veselit. Trupi gjykues theksoi se emrat dhe të dhënat e disa dëshmitarëve të jetë të ndjeshëm janë nxjerrë për të akuzuarit dhe lirimi i një të akuzuari në dijeni të informacion të ndjeshëm nuk do të ndihmonte në mbrojtjen efikase të dëshmitarëve, pavarësisht fazës së procesit gjyqësor. Trupi gjykues rikujtoi më tej se ekziston një atmosferë e vazhdueshme e frikësimit të dëshmitarëve në Kosovë dhe se rreziku i ndërhyrjes që paraburgimi synon të parandalojë përfshin edhe orvajtjet për t'u hakmarrë ndaj dëshmitarëve që kanë dëshmuar në proces apo orvajtjet për t'i motivuar dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi të tërheqin dëshmitë e tyre. Sipas trupit gjykues, këto rreziqe mund të zvogëlohen mjaftueshëm vetëm përmes kornizës së monitorimit të komunikimeve në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara. Më 19 maj, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese zgjodhi gjykatësin Vidar Stensland si kryegjykatës për një mandat prej një viti, duke filluar nga 1 qershori 2026. Rregullorja e punës e dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese përcakton që çdo vit gjykatësit e gjykatës kushtetuese zgjedhin me shumicë absolute një kryegjykatës për përmbushjen e përgjegjësive të specifikuara pas caktimit nga kryetaria e dhomave të specializuara për një periudhë njëvjeçare. Kaq kishte prej nesh, do të përgjigjem me kënaqësi pyetjeve nëse ka.